Dy persona kanë mbetur të vdekur si pasojë një aksidenti të rëndë të ndodhur në mesnatë në segmentin Kukës-Morin, ndërkohë pamjet tregojnë pasojat e aksidentit fatal. Policia e Kukësit bëri të ditur se një automjet ka dalë nga rruga dhe përpasoi dy persona, shoferi dhe një pasagjer kanë ndërruar jetë. Rreth orës 23:35 të datës 01/04/2025 në autostradën Milot-Morin, automjeti tip Benz i drejtuar nga një 50 vjeçar banues në Tiranë ka dalë nga rruga. Si pasojë ka humbur jetën drejtuesi i automjetit, si dhe pasagjeri që ndodhej në automjet 35 vjeç banues në Kukës. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe shkaku të daljes nga rruga të automjetit, njofton Policia Vendore Kukës. Dyshimet e para janë se aksidenti është shkaktuar si pasojë e lagështirës në rrugë për shkak të rreshjeve të shiut të rëna në mesnatën e 1 prillit. Kujtojmë se në jo pak raste në këtë vend kanë ndodhur disa aksidente fatale.